Istighfari për prindrit e juaj. Pejgamberi Muhammed a.s. na ka mësuar se nëse ju si e vlad bëni estagfirullah, kërkoni falje Allahut, do t'ju ndihmoni dhe prindvet juaj në këtë botë, inshallah, dhe në botën tjetër, sepse ju jeni fryt i atyre prindërve. Dhe ata prindër, nëse ju kanë mësuar juve ta përmendni Zotin, të bëni punë të mira, pra ju jeni një sadakatul gjerje, një sadak rrjedhëse e prindërve të juaj, sepse 3 gjëra shoqërojnë njeriu në këtë jetë: pasuria, familja, vepra e mirë. 2 mbeten në këtë jetë, pra pasuria, familja, kështu me radhë, kurse vepra e mirë pra e merr edhe me veti. E vepra e mirë është edhe vladi halal që e ke mësuar me përmend Zotin, me bën vepra të mira. Prandaj shtone istighfarin, estagfirullah, Zot na fal, sepse ndihmoni veten dhe prindërit e juaj. Për këtë gjë ka garantuar dhe Zoti në Kur'an, ka thonë nëse ata kërkojnë falje, unë do t'ja ushtoj të mirat dhe do t'i ruaj nga e keqja, do t'ja ushtoj furnizimin nga nuk e presin.